Në mbrëmjen e djeshme, Galeria Kombëtare e Kosovës mirëpriti ardhashës në hapjen e ekspozitës personale të artistit Valdrin Thaçi, të titulluar Shtëpia mbi kodër. Kjo ekspozitë nuk ndërton një narrativ të zakonshme, por zhytet thellë në reflektimet mbi ekzistencën, identitetin dhe konceptin emocional të shtëpisë. Dhe titulli i ekspozitës bart një histori personale të artistit. Komendos pramin Shtëpia mbi kodër, sepse domethënë se sheni këtë skulpturën që është një lloj makete e punuar prej shtëpisë tamë të fëminisë, dhe është një model thuja realistik i shtëpisë tamë të fëminisë dhe ka qenë vendosur kështu në fshatin ku kam lind me një kodër, kështu që është një farë vizualizimi. Për Valdrinin, kjo ekspozitë dallon nga të tjerat, nga se cilëson nga më personalet që ka realizuar deri më sot. Për mua dallon sepse është ekspozitë bajagi personale, kështu si narrative dhe si temë, është ndoshta era e parë që jam të bëj një ekspozitë që lidhet kaq shumë personalisht me mua. Për kuratorën Erka Shalarin, ishte kënaqësi bashkëpunimi me një artist si Valdrini, dhe atë që veçon më shumë nga kjo ekspozitë është se paraqitet edhe një pjesë sociale. Për mua hera parë që jam takuar me punën e Valdrinit, ka qenë vitin 2023, është një kënaqësi shumë e madhe që t'jem kësaj radhe e ftuar për të punuar me të më thellë, si për përgatitjen e katalogut apo ashtu edhe për ekspozitën Shtëpia mbi kodër. Vetë më kanë ngjitur të puna ti komplet kjo pjesa një lloj melankolie, që personazhet e tij domethënë nuk të lejnë që ti të deshifrosh, fakti që nuk të shikojnë mbase shumicën e kohës nuk të shikojnë në sy, kanë një lloj përhumbje, që mbase edhe mund të tregojë edhe një gjë domethënë për pjesën sociale apo në çfarë ambienti ne jetojmë apo çfarë përhumbjesh kemi edhe personale. Me paraqitjen e trupave të zhveshur, si në pëlhur ashtu edhe me improvizimet në skulpturë, Thaçi zhyt vizitorët në një ambient në mes të njohurës dhe të panjohurës. Ekspozita Shtëpia mbi kodër do të qëndrojë e hapur deri me 3 qershor.